I'm signing this and hopefully it will. Përfshirja e Kosovës në ligjin për politikën e mbrojtjes të Shtetet të Bashkuara e betonon rëndësinë strategjike që ka Kosova për rajonin dhe për Washingtonin, thonë njohës të zhvillimeve politike. Në një nga pikat e këtij ligji kërkohet përparimi menjëhershëm në zbatimin e marrëveshjeve mes Kosovës së Serbisë dhe riafirmohet se zgjidhja përfundimtare duhet të bazohet në njohje reciproke dhe pa përfshirë shkëmbimin e territoreve. Analisti Artan Alia vlerëson se me këtë dokument, administrata amerikane i dha më shumë qartësi çështjes së pasgjidhur mes Kosovës e Serbisë. Nuk kemi të bëjmë tashmë vetëm me një normalizim marrëdhënieve, ashtu siç e kanë quajtur ndoshta në administratën e kaluar dhe kanë thënë që ndoshta njohja ndërsjell të shtyhet në një afat më të vonë. Në këtë rast, presidenti Trump dhe Kongresi Amerikan me votimin e këtij ligji në një formë kanë kodifikuar faktin që dialogu me Serbinë i përkrahur nga BE duhet të shkojë në drejtim të njohjes së ndërsjellë, jo vetëm normalizimit, dhe në anën tjetër garanton rrugë të qartë të Kosovës qoftë në integrim në NATO, po ashtu edhe në Bashkimin Evropian. Në ligjin e nënshkruar nga presidenti amerikan Donald Trump, jepet edhe zotimi se pas shënimit të përparimit në dialog, SBA-ja do ta vendosë dialogun strategjik me Kosovën e Serbinë. Alia vlerëson se kasta politike në Kosovë duhet ta shfrytëzojë këtë mundësi dhe të njëjtën kohë të përmbushë obligimet që dalin nga marrëveshjet e Brukselit, të cilat përmenden edhe në ligjin amerikan. Kjo është ndoshta çasti i fundit kur ne si Kosovë, pa marrë parasysh cila parti është në pushtet, ta ketë të qartë që ka ardhur koha që edhe ne të kryejmë obligimet tona, pasi që shumë qartë thuhet edhe në ligjin e Kongresit Amerikan, i cili u nënshkrua nga presidenti Trump, që Kosova ka obligim që të përmbush ato që i ka premtuar qoftë në Bruksel, qoftë në Ohër. Pra, është një mundësi e artë, mendoj, për vitin e ardhshëm që të fokusohemi që më në fund ta hekim nga agenda e jonë faktin e problemit me Serbinë dhe të ecim tutje. Përfshirjen e Kosovës në këtë ligj e përshëndeti të shtunën edhe ambasada e Kosovës në Washington, duke e kualifikuar si riafirmim të mbështetjes së fuqishme të SBA-s për vendin. Ligji nënvizon përkushtimin e SBA-s ndaj sovranitetit, sigurisë dhe rrugës euroatlantike të Kosovës. Mbështet dialogun Kosovë-Serbi të bazuar në njohje reciproke dhe kundërshton qartë çdo ide për ndarje territoriale apo ndryshim kufish. Mirënjohës Kongresit, Shtëpisë së Bardhë dhe të gjithë atyre që u angazhuan në përfshirjen dhe miratimin e dispozitave me peshë për Republikën e Kosovës. Në ligj parashikohet mbështetje vazhdueshme për reformat demokratike dhe sundimin e ligjit në Ballkanin Perëndimor, zhvillimin ekonomik, rritjen e investimeve dhe forcimin e institucioneve.